Përshëndetje. Amen. Lavdi Zotit që jemi së bashku prapë. Dhe është privilegj të jemi dhe vërtet ta marrim fjalën e Zotit. Jemi pak, por Zoti është me ne. Para se të fillojmë, do të shkojmë në lutje para Zotit për fjalën që ai na thret nëpërmjet fjalës. Zot Perëndi i shenjtë, falënderoj për këtë kohë Perëndi dhe lutem Perëndi i shenjtë që Ti o Perëndi na prekësh zemrat tona Perëndi. Ti o Perëndi na mosh me dashurinë Tënde Perëndi. Na jep Perëndi i shenjtë, kurajë o Perëndi dhe forcë për të vazhduar Perëndi i shenjtë në dashurinë Tënde Perëndi i shenjtë dhe në zemrën Tënde Perëndi. Në emrin e Jezus Perëndi na bekoj. Amen. Sot do të flasim për Roman. Do të flasim për të drejtët me anë të besimit të Jezu Krishti. Vërtet kur po lexoja këtë vargje, edhe po shikoja ligjet, hirin edhe drejtësinë. Janë 3 gjëra që përmenden zakonisht në këtë vargje. Para se me fol, do e lexoj një herë. Thotë, por tani, pavarësisht nga ligji, është mjaftueshëm, pavarësisht nga ligji është manifestuar drejtësia e Perëndis për të cilën dëshmoj ligji dhe profetët. Madje drejtësia e Perëndis nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë e mbi të gjitha ata që besojnë, sepse nuk ka dallim, sepse të gjithë mëkatuan dhe u provuan nga lavdia e Perëndis, por janë shfaqsuar falas me anë të hirit të Tij nëpërmjet shpengimit dhe është në Krishtin Jezus. Atë të përcaktoi Perëndia për të bërë shlyerjen nëpërmjet besimit në gjakun e Tij, me të treguar kështu drejtësinë e Tij për faljet e mëkateve, që janë kryer me anë të gjakut kohë të durimit të Perëndis, por të treguar drejtësinë e Tij në kohën e tanishme, në qëllim që ai të jetë i drejtë dhe i shfaqsuar i atij që ka besimin e Jezusit, kur është pra mbroja, është përjashtuar nga cili ligj? Ai i veprës? Jo, por nga ligji i besimit. Ne pra konkludojmë se njeriu është i shfaqsuar nëpërmjet besimit për veprat e ligjit. A është vallë Perëndia vetëm Perëndi i judenjve? A nuk është edhe jo hebrejve? Sigurisht është edhe Perëndia i jo hebrejve, sepse kur unë një Perëndi që do të shfaqsoj në rrethprerjen nëpërmjet besimit dhe të parrethprerjen në anë të besimit, anullojmë ne pra ligjin nëpërmjet besimit, kështu mos qoftë, përkundrazi e fuqizojmë ligjin. Vërtet, kur Pali po e shkruan të Romanëve, ne dimë se në kohën e parë, kohën e apostujve, edhe pse ishin apostujt, e morën njerëzit fjalën, gjithmonë dëshmitarët e rrem, njerëzit mësuesit e rrem, shkojshin dhe dëshirojshin ta bënin besimin e Krishtin plus ligjin. Thoshin rrethprerja është për të gjithë ata që besojnë në Biblën. Ata që besojnë Vjetën e Re dhe Vjetën e Vjetër. Sepse njerëzit jo hebrejt nuk janë të pranuar Perëndia për shkak të rrethprerjes. Pali po i tregonte për rrethprerjen, për gjitha ligjet, për çdo gjë. Dhe në vargun 21 deri në 23 ne shohim manifestimin e Perëndis në anë të ligjit. Ne shohim se në anë të ligjit, kur Perëndia i dha Mojsiut, i dha për një arsye, që njerëzit të bëhen të vetëdijshëm, sepse ata edhe pse jetonin me anë besimit, ata shkonin larg Perëndis.
e harronin Perëndin edhe Perëndia i dha Mojsiut ligjin për Izraelit, për njerëzit për popullin e përtuar Perëndis, si tha Abrahami. Edhe njerëzit, edhe pse kishin ligjin, prap me katënin. Nuk vazhdonin me jetu me Perëndin. Ne e dim se ligji ishte i vështirë për të mbajtur komplet ligji, sepse kishte ligj ceremonial, ligj moral, edhe këto dyja ishin vështira për njerëzit. Shumë të vargun, të lexojmë vargun, por tani pavarësia nga ligji. Bibla tjera thojnë ndar nga ligji, sepse ne u ndam nga ligji për shkak të Krishtit, edhe për shkak të hirit Perëndis. Kur erdhi Jezusi, u nda ligji edhe besimi, sepse ne e dimë që Abrahami jetoi me anë të besimit. Dhe kur jetoi me anë të besimit, jetoi deri te ligji i Mojsiut. Njerëzit jetuan me anë të besimit. Kur erdhi ligji, njerëz vazhdonin të jetonin me anë të ligjit për shkak të moszemrës të besimit. Edhe manifestimi i Perëndis u bën për shkak me anë të ligjit që i tregoi që ata janë duke ecur, duke vepruar. Me drejtsinë e Perëndis nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë mbi të gjitha ato që besojnë, sepse nuk ka dallim. Ne dimë që ata që besojnë në Jezu Krishtin nuk ka dallim, a është duke mbështetur te ligji apo nuk e ka ligjin. Janë të gjithë ata që besojnë Krishtin, janë të shfaqsuar me anë të Krishtit. Janë të drejtësuar me anë të hirit tina, jo për shkak që ligji ka rregulla, jo për shkak që duhet mbajmë ligjin e Mojsiut, ose ligjin e judenit që kanë pas shumë ligje, por ne do të shkojmë me anë besimit, do të veprojmë me anë besimit. Vargu 24 na flet për shfaqësimin e anë të hirit. Por janë shfaqësuar falas me anë të hirit të tij nëpërmjet shpengimit që është në Krishtin Jezus. Pali po i tregon të atyve sepse ligji ka mbaruar, por nuk është që ne duhet të bindemi ligjit ceremonial, po do të bindemi ligjit moral. Ligji moral ishte ai që ishte mos vjedh, mos bë kë. Kurse ceremonial ishin ato që veprat që bënin, shkonin në tempuj, rreth prerja dhe derdhja gjakut, ishte këto ligje ceremoniale që dëshin për trinjen çdo herë. Sakrificat, edhe Pali po i tregon atyve që pse gjitha këto gjëra kanë mbaruar për shkak të hirit Perëndis në Jezu Krishtin, në kryq. Dhe thot, dhe ne jemi shpenguar, ne jemi larguar nga ligji i ceremonial. Tani jemi duke jetuar me anë të hirit dhe me anë të besimit. Nuk ka më ligj. Ligji është vetëm morale dhe vetëm ligjet morale janë ato që na shfaqsojnë. Pastrimi në anë të gjakut. Na flet vargu 25 deri 26. Ata ku përcaktohen Perëndia për të bërë shlyerjen nëpërmjet besimit në gjakun e tij, për të treguar kështu drejtësinë e tij me faljet e mëkateve që janë kryer më parë gjatë kohës së durimit të Perëndis, për të treguar drejtësinë e tij në kohën e tanishme, në qëllim që ai të jetë i drejtë dhe shfaqësimi i atij që ka besim në Jezus Krishtin. Ne e dim që vijata vjetër kanë bërë sakrificë gjakut, të
ka pas shumë sakrifica çdo ditë, sepse njerëzit në katonin çdo ditë. Dhe sakrifica ne e dimë që është me gjak, nuk është me diçka tjetër, me ujë, nuk është me zejtin, me vaj, por është me gjak. Vetëm gjaku mund pastrohet nga mëkatet. Dhe ne e dimë që Krishti erdhi për një qëllim, nuk erdhi për 2, për 3, për 4. Erdhi vetëm për pastrimin tonë. Si mund pastrohemi ne? Ne mund pastrohemi duke ju bindur Krishtit, duke shikuar veprën e tij, duke ndjekur Krishtin. E dima sot vin kurban Bajrami, këtë gjëra duke ardhur. Edhe ata duke I bë akoma ligjin e Mojsiut, edhe pse nuk e dinë akoma që veprojnë ligjin e Mojsiut. Ata mendojnë që atë ligj e ka bërë Muhamedi, por në fakt është nga Mojsiu, nga Abrahami, vjen nga vetë judaizmi, edhe pse nuk e besojnë ata librin e judejve. Por besimin në anë gjakut, edhe ne sot duhet t'i tregojmë botës, sepse gjaku ka vetëm ka mbuluar. Por gjaku këtë pali po thotë çajna ka pastru. Nuk na mbulon më mëkat. Ne jemi pastrum. Do të nuk kemi njoll, nuk kemi asnjë gjë brenda. Jemi komplet të bardhë për shkak gjakut tina. Është gjaku që lan. Sepse njerëzit atë mendonin që ata judejt që shkonin në për çdo vend ku kishte besimtar krishterë, ku filloi kisha, ata shkonin dhe tregonin, thonin se po, ju mirë besonin e Krishtin, por ligje, rrethprerja, sakrifica duhet bëhen sepse i kanë bëhet fitan. Por Krishti tha u kryen kryq. U kry sakrifica, u kry ligjet, u kryen çdo gjë. Unë jam ai që i marr gjërat përsipër. Unë erdha për juve. Fuqizimi i ligjit për mos heqjen e ligjit. Flet vargu 27 deri 31. Kur është pra mbrojtja, është përjashtuar nga cili ligj? Ai i veprave? Jo, por nga ligji i besimit. Mbrojtja ka qenë ajo që njerëzit janë mburur. Njerëzit e kanë desh ligjin. Por njerëzit po thonin që ne jemi nuk e dojmë më ligjin. Duam vetëm hir, edhe kjo edhe shkaktoi problem. Sepse njerëzit bënin mëkat, edhe thoshin po se hiri u ka shpëtu. Bënin gjëra, thoshin hiri na ka la, ose Krishti na pastron. Edhe pse kanë bërë gjëra të këqija, ata prapë kanë thënë që hiri i Krishtit na pastron. Dhe vazhdonin jetën e njëjtë, nuk ndryshonin nga brenda. Edhe Pauli thotë që ligjin kush e heki? Është duke folur për ligjin moral, jo ceremonial. Sepse ligji moral kemi kur shkon te Eksodi ki ligjet morale, që pati Abrahami edhe kemi ne sot. Nuk kemi nevojë për sakrifica, nuk kemi nevojë për derën e gjakut, por kemi nevojë ta kujtojmë sakrificën, ta kujtojmë ligjin dhe mos veprojmë sipas dëshirave tona, por të shkojmë me anë të mendjes, me anë të zemrës, duke shkuar nga mira e ligjit, edhe nga mira e gjakut. Vargu 28, ne pra konkulodojmë se njeriu është i shfaqsuar nëpërmjet besimit pa veprat e ligjit. Ne jemi të shfaqsuar tash me anë besimit, pa veprat e ligjit, pa gjërat e ligjit, pa sakrifica, pa gjak, pa gjë. Vargu 29, a është vallë Perëndia vetëm Perëndia i judenjve, a nuk është edhe Perëndia i hebrenjve? Sigurisht, është edhe Perëndi i hebrenjve, sepse ne e dimë kur Perëndia zgjodhi Abrahamin, nuk I tha kam të bëj popull vetëm për popullin tënd të Izraelit, ose për ardhjen tënde, po
do të kam e bon atë për të gjitha kombet, sepse ne dim kohën e Abraham kishte shumë kombe, ishte Egjipti, ishte shumë vende tjera. Edhe ai tha do të bëj nëpërmjet teje do të bëj atë të gjithë kombeve. Por kur erdhi kjo përmbushje? Kjo përmbushje e atit të Abrahamit erdhi në Jezu Krishtin. Sepse të gjithë kombet u bën populli i Abrahamit jo nga përardhja, por nga besimi në anë Jezu Krishti. Sepse Jezu Krishti erdhai në këtë botë dhe e hapi lajmin e tij. E hapi faren e tij dhe fjalën e Perëndisë. Dhe shembulli, sepse Perëndia e zgjodhi Izraelin të janë shembull për kombet, edhe pse Izraeli nuk ishte shembull për kombet. Ishte shumë raste, por shumë raste në katënte dhe u largonte nga prezenca e Perëndisë. Perëndia i tha që ju do të tregoni se unë jam Zoti. Ju të shkoni dhe bani diçka gjëra më të shija si ata që i bëjnë. Por populli i Izraelit vazhdonte me ato gjëra. Edhe ky Pauli po i tregon atyre sepse ne duhet të shkojmë me të besimin në ligjin e Perëndisë. Sepse ligji i Perëndisë është ligji moral. Vargu 30 thotë sepse ka vetëm një Perëndi që do të shfaqson të rrethprerjet nëpërmjet besimit dhe të parrethprerjet në anë të besimit. Nuk ka dallim rrethprerje. Është besimi ai që na rrit, është besimi ai që na pranon. Nuk ka Abrahami ishte i parrethprerje para se të vinte te Perëndia. Kur erdhi te Perëndia u bën një beslidhje mes Abrahamit dhe atina, edhe Perëndisë. Por Perëndia do i marrë si të parrethprerjet, si të rrethprerjet do të janë njëjtë për shkak besimit tyre. Dhe ata që kanë besuar Jezu Krishtin. Sepse ne dimë se edhe muslimanët sot rrethpriten, por akoma nuk e kanë pranuar Krishtin. Akoma nuk e kanë zemrën të Krishtit. Do thotë që të krishterët që janë parrethprerë, do shkojnë muslimanë do shkojnë përpara tyre se janë të rrethprerë. Jo, ata që besojnë besimin e kanë te Krishti, ata do shkojnë. S'ka rëndësi, sepse ata janë të rrethprerë me zemrën e tyre. Dhe vargu 31 thotë anullojeni më pra ligjin nëpërmjet besimit, kështu mos qoftë. Përkundrazi e fuqizojmë ligjin. Ne do ta ndërtojmë ligjin. Ky vargu 31 na tregon qartë që nuk duhet ta heqim ligjin nga zemra. Sepse ligji na tregon ku të shkojmë dhe na tregon drejtimin e një qëllimi. Ligji ka qenë drejtimi i qëllimit të shkojmë te Perëndia. Pa marrë parasysh që njerëzit e kishë përdorur ligjin. Pa marrë parasysh që njerëzit u larguan nga prania e Perëndisë, duke e mëkatuar, por qëllimi i ligjit ka qenë njerëzit të jenë afër Perëndisë. Njerëzit të jenë afër pranisë tina. Dhe ne sot jemi për shkak besimin e Krishtin, jemi afër Perëndisë dhe jemi duke qëndruar afër Perëndisë. Dhe ne kemi privilegjin si të krishterë që kemi privilegjin më të madh. Sepse jo vetë se jemi praninë e Perëndisë, por edhe quhemi bijtë Perëndisë. Dhe kjo dashuria Perëndisë është mbi ne. Sytë e Perëndisë janë çdo minutë mbi ne. Ne dimë që kur Jezusi qet 70 nxënësit e tina në për qytet për të ndarë fjalën, ai tha edhe pse Satani ishte si luan duke gurgullisur mbi juve, dhe unë isha duke ju shikuar dhe duke u lutur për ju. Perëndia është ai që është duke ndërmjetësuar për ne dhe duke na ndryshuar ne. Edhe pse kemi shumë sfida që Satani na vjen përballë, kemi shumë sfida që thojmë nganjëherë nuk mundina më, do dërzohemi, por Perëndia është duke na shikuar për shkak të qëllimit i tij që ka.
ne që kemi jap jetën Krishtit, ne kemi një qëllim. Qëllimi jonë është shkojmë në praninë e Perëndisë, shkojmë në vendin e Perëndisë dhe në adhurimin e Tij. Sepse ne dimë që qiell do adhurojmë, do kërcejmë, do kënaqemi. Sepse aty është manifestimi i dashurisë Perëndisë. Atje është dashuria e Perëndisë ku na rrethon çdo kohë. Nuk do kemi as vujtje as dhimbje. E di që këtë është një kohë e shkurtër. Një kohë shumë e shkurtër. Sepse e patun parajsen, nuk e deshëm, no? Qysh në kushtin e Edenit, e patun parajsen do, nuk e deshëm. Deshtëm më shumë me vujt se me kënaqësi. Por ne sot, për shkak Krishtit, duhet gëzohemi dhe do ta kemi parajsën në zemër. Për shkak Krishtit, do të jemi duke motivuar një tjetrin ka duke vazhduar fort. Nuk duhet ndahemi veç ligjet. Nuk duhet ndahemi veç besimin. Sepse besimi është ai që na ofron afër Perëndisë. Pika e kyçe e këtij kapitulli është drejtësia në besimin. Edhe sepse njerëz nuk mund drejtësohemi nëse nuk besojmë. Nuk mund veprojmë nëse nuk besojmë. Nuk mund lëvizim. Sepse si një fëmijë kur nuk ka besim, nuk qohet kam për me hedhë një hatë. Ne kemi pa fëmijën e vogël. Ai duhet ngrihet, do të merr një shumë besim për me hedhë një hatë. Mahet, është shkon duke majt, duke hedhë një hatë. Edhe ne, por të hedhë një hatë, të kemi besim të Krishtit. Por të hedhë një hatë në jetës tonë e prezencës së Zotit, do të mbahemi derisa të marrim forcë te Krishti. Pastaj të ecim me Krishtin. Shpeshherë ne nuk mahemi me Krishtin. Jemi rritur pa majt dhe jemi rrah poshtë çdo herë. Kur ne kemi majt e Krishti, kemi marrë besimin, jemi qenë kam, kemi hec me ta kapak, kemi hec kapak, dhe jemi ardhur duke forcuar, dhe sot jemi ardhur këtu për shkak dorës tina që jemi majt ai. Sot jemi të lirë për shkak Krishtit. Sot nuk na shkon mendja çfarë kena me bën, çfarë do bëjmë, sepse e dimë se Zoti do siguroj çdo gjë që ne duhet. Zoti siguron çdo gjë që është për ne, që është e duhur për ne, jo për lakmit tona ose për gjëra që i kemi qef, por për ato që duhet, ai kujdeset për ato. Dhe lutem për këtë, që Zoti vërtet kujdeset dhe të na rrit besimi jon hap pas hapi në mbajtjen dorën e Krishtit, duke mbajtur Krishtin dorë dhe duke ecë në ta. Zot Perëndishet, faleminderit Perëndishet që ligji yt Perëndishet kur nuk është ndryshuar Perëndishet. Ligji yt Perëndishet ekziston në zemrat tona Perëndishet, dhe besimi yt jonë Perëndishet ekziston në Perëndishet në mbajtjen e dorës tënde Perëndishet. Zot Perëndishet, sigurono Perëndishet që ne Perëndishet jemi duke shkuar Perëndishet rreth dorës tënde, rreth rrugës tënde Perëndishet. Zot Perëndishet, na jep forcë Perëndishet për të punuar Perëndishet mirë me ty, për të kënë Perëndishet besnik ndaj teje Perëndishet, pa më parasysh sfida Perëndishet, pa më parasysh Perëndishet oferta që vinë Perëndishet në jetrat tona Perëndishet. Zot Perëndishet, na bëj Perëndishet trim besnik dhe trim pranë dashurisë tënde. Zot Perëndishet, për shkak gjakut tënd, për shkak kryqit tënd, Perëndishet që bëre sakrificë Jezusin, birën tënd të dashur për ne mëkatarët Perëndishet. Dhe ti Perëndishet sot po na tregon që unë ju dua dhe unë ju kam pranë Perëndishet. Zot Perëndishet, bekona sot dhe këtë kohë Perëndishet në emrin e Jezusit. Amen.